Sot jemi 12 maj 2025, përsëri këtu ke tre vëllezrit. Ne para një jave bëm videon ke sera më tonë, kjo është sera re, është me pjepër, me shalqi, dhe pati shumë komente, ka vajt rreth 800.000 vetë që e kanë pa, ka me qindra rreth 5.000 kanë vajt like, por kishe edhe komente negative që thonë jo s'ka mundësi, s'është e vërtet. Aq më tepër që ishe para zgjedhjeve, tani zgjedhjet kanë përfunduar, këta janë çuna punëtor, nuk ka bëj fare me zgjedhjet me politikën. Sot jemi ke sere, do të provojmë përsëri nëse është apo jo i rregullt shalqini, sepse këta çunat javën tjetër do të fillojmë edhe ke sere për eksport, do ta provojmë, do ta fusim, ja ta fusim të oba. Ashtu. Ja. Ky është shalqi i prodhuar në Sulzotaj, i destinuar për tregun e brendshëm dhe për eksport. Unë do t'i uroj vëllezrit të tre vëllezërve Kiçi, i uroj punë të mbarë dhe suksese. Aq më tepër si thash, sot jemi 12 maj 2025, kur Partia Socialiste ka fituar mbi 8 vjet